zemër të shkretëtirës e lashtë, në ndjellin e pamëshirshëm të Egjiptit, ngrihen struktura që sfidojnë kohën, logjikën dhe njohuritë e njeriut modern, piramidat. Prej mijëra vitesh ato qëndrojnë në heshtje, por heshtja e tyre është më e zhurmshme se çdo histori. Ky dokumentar nis me një pyetje të thjeshtë, e cila ka mbijetuar po aq sa vetë gurët e tyre. Si u ndërtuan vërtet këto monumente dhe përse? Ndërsa ne zbulojnë shtresë pas shtrese, ngrihen fakte të panjohura që hedhim dritë mbi teknologjitë, besimet dhe misteret që i rrethojnë. Shkencëtarët modern besojnë se piramida e Keopsit është ndërtuar rreth vitit 2580, por edhe sot numrat e saj matematik janë të frikshëm. Orientimi i saj ndaj 4 drejtimeve të horizontit është thuajse perfekt, me një gabim kaq të vogël sa mund të arrihej vetëm me instrumente të avancuara matse. Përse një civilizim i lashtë, pamjetha moderne, do të kërkonte një saktësi kaq të çuditshme? Studiuesit përmendin astronominë, piramida lidhet me yllësinë Orion, një referencë e përsëritur në kulturën funerale egjiptiane. Por disa teori më të reja sugjerojnë se piramida mund të ketë funksionuar edhe si një lloj makinerie gjeoenergjike, duke përdorur rezonancë akustike dhe vibrime të tokës, një teori që ende nuk është hedhur poshtë plotësisht. Gurët gjigant secili me peshë tonshe janë prerë me një saktësi marramendëse. Eksperimentet kanë treguar që prerja e një bloku të vetëm me vegla bronzi do të kërkonte javë të tëra, ndërsa ndërtimi i piramidës do të zgjaste qindra vjet, gjë që bie ndesh me të dhënat historike. Së fundi, janë gjetur gjurmë mikroskopike që tregojnë përdorimin e një teknike të çuditshme, ku gurët nuk janë prerë vetëm me mjete metalike, por ndoshta janë grohur me zjarre të përqendruara dhe më pas janë qarë me ujë të ftohtë, duke krijuar thyerje të pastra. Kjo metodë është e njohur për disa kultura të lashta, por jo për egjiptianët, një detaj që lë një boshllëk intriguese në kronologjinë teknologjike të tyre. Ndërsa udhtojmë në korridoret e brendshme, ambientet e ngushta janë të vendosura me një llogari gjeometrike e cila duket e qëllimshme për të zhvilluar efekte akustike. Tingujt brenda piramidës nuk udhtojnë si në ndërtesat e zakonshme, ata shtrembërohen, përplasen dhe kthehen me frekuenca të ndryshme, sikur monumenti ishte ndërtuar për të manipuluar zërin dhe ndoshta ndërgjegjen. Arkeologët e quajnë këtë fenomenin e rezonancës së dhomës së mbretit, një efekt i cili lidhej me rituale të lashta që synonin komunikimin me botën hyjnore. Një tjetër fakt i panjohur, gjetja e kanaleve të ngushta në brendësi të piramidës, kanale aq të vogla sa nuk mund të kalojë një njeri. Për shumë vite, ato u quajtën kanale ajrimi, por studimet kanë treguar se këto kanale nuk kanë lidhje me ventilimin. Ato janë të orientuara drejt yjeve specifik, sikur të ishin antena astronomike të mbyllura brenda gureve. Disa nga këto kanale janë ende të pazbuluara plotësisht, pasi robotët e vegjël të futur brenda kanë hasur dyer të vogla prej guri, të cilat duken të vendosura me kujdes, sikur fshehin diçka pas tyre. Piramida e Kefrenit paraqet një mister tjetër. Maja e saj e ka ende të ruajtur mbulesën origjinale prej guri gëlqeror, e cila në kohët e lashta duhet të kishte shkëlqyer në rrezet e diellit. Nëse e gjithë piramida do të ruhej e tillë, ajo do të shkëlqente si një pasqyrë gjigante, një farë drite në mes të shkretëtirës. Disa tekste të lashta sugjerojnë se piramidat nuk ishin vetëm varre, por edhe simbole të fuqisë hyjnore të faraonëve, struktura që pasqyronin rrezet e diellit dhe i kthenin ato si dritë qiellore. Ka edhe dokumente të rralla që tregojnë se gjatë solsticit, piramidat krijonin një lojë të çuditshme drithije, e cila formonte simbole që shiheshin nga larg. Teknologjinë më moderne e kemi përdorur në dekadat e fundit për të depërtuar nën piramidat, duke përdorur skanime me rreze kozmomuonike, të cilat zbulojnë hapësira të fshehura.
Në vitet e fundit, janë zbuluar dhoma të reja brenda piramidës së Keopsit, të cilat nuk ishin të njohura për arkeologjinë moderne. Këto hapësira të fshehura ngrejnë pyetje të reja, a kanë qenë dhoma funksionale apo vetëm struktura balancuese, apo ndoshta ruajnë artefakte të panjohura që ende presin të zbulohen. Një teori tjetër intriguese ka të bëjë me sistemet hidraulike të lashta. Pranë piramidave janë gjetur gjurmë të kanaleve të ujit, që mund të çojnë në idenë se uji është përdorur për transportin e gurave, por disa sugjerojnë se uji mund të ketë luajtur rol edhe brenda strukturës vet, duke krijuar rezonancë ose presione të brendshme që kishin funksion ritual apo teknik. Edhe figura e punëtorëve të piramidave është e shtremburuar nga mitet. Për shumë shekuj, mendohej se piramidat ishin ndërtuar nga sklever, por gërmimet e fundit kanë zbuluar fshatra të tëra punëtorësh profesionist, të cilët kishin ushqim të mirë, kujdes mjekësor dhe trajtim të veçantë. Gjurmët e eshtrave të tyre tregojnë shenja mjekimi kirurgjik, madje dhe ndërhyrje ortopedike, gjë që provon se egjiptianët zotëronin njohuri mjekësore më të avancuara se sa besohej më parë. Ky dokumentar kulmon me një pyetje që i bashkon të gjitha misteret. A ishin piramidat vetëm varre apo diçka shumë më tepër? A ishin ato observator astronomik, makineri energjie, struktura rituale të transformimit shpirtëror, apo ndoshta përpjekja e një civilizimi të lashtë për të komunikuar me universin? Përgjigja mbetet e fshehur në çdo gur, në çdo milimetër të punuar me saktësi, në çdo korridor që ende pret të zbulohet. Por një gjë është e sigurt, piramidat e Egjiptit nuk janë thjesht monumente, por porta drejt një të kaluare të humbur, një trashëgimi që sfidon çdo shekull dhe çdo njeri që guxon t'i afrohet misterit të tyre. Në errësirën e brendshme të piramidave, ku drita depërton vetëm sa për të ndriçuar hapat e parë të eksploruesit modern, disa objekte të vogla metalike janë gjetur të ngulitura mes gurëve. Ato janë aq të rralla, aq të vogla dhe aq të parregullta. Disa mendojnë se mund të janë pjesë të ndonjë mekanizmi ndërtimi të humbur, të tjerë thonë se janë mbetje rituale të vendosura gjatë ceremonive të ndërtimit. E vërteta ende nuk dihet, por praninë e tyre e bën enigmën edhe më të thellë. Një tjetër misteri pasgjidhur lidhet me temperaturën e brendshme të piramidës. Pavarësisht ndryshimeve ekstreme të jashtme, temperatura brenda qëndron rreth 20 gradë Celsius gjatë gjithë vitit. Kjo e ka çuar disa shkencëtar të dyshojnë se struktura funksionon natyrshëm si një sistem i sofistikuar izolimi termik, ndërtuar me një aftësi arkitekturale që sfidon të gjitha parashikimet. A ishte kjo e qëllimshme apo një efekt ansori për masave dhe materialeve, kjo mbetet një pyetje e hapur. Por më i çuditshmi ndër të gjitha është fenomeni i energjisë piramidale, një koncept që shkenca moderne e trajton me kujdes, por që disa eksperimente nuk e përjashtojnë plotësisht. Objektet e vendosura për periudha të gjata brenda disa dhomave tregojnë shenja të ruajtjes më të mirë, dhe disa substanca organike degradojnë më ngadalë se sa në kushte normale. Këto fenomene, edhe pse nuk janë pranuar universalisht, vazhdojnë të studiohen në laborator fizik dhe biologjik në mbar botën. Në fund, kur gjithçka duket se është thënë dhe zbuluar, piramidat na tregojnë se e vërteta e tyre nuk është e thjeshtë, as lineare. Ato janë si një libër i shkruar në një gjuhë që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht, një gjuhë e simbolit, gjeometrisë, astronomisë dhe shpirtërores. Çdo brez studiuesish që afrohet me to gjen diçka të re, një detaj që rrëzon teoritë e mëpashme dhe ndërton të reja. Kjo është arsyeja pse piramidat vazhdojnë të jetojnë, jo vetëm si struktura të gurta, por si mistere që i rezistojnë çdo përgjigjeje përfundimtare. Dhe kështu, teksa qëndrojmë para tyre në një qiell që ka parë qindra brezash civilizimesh të lindin e të zhduken, kuptojmë se ndoshta pyetja e vërtet nuk është si u ndërtuan, por pse ende na thërrasin.
sepse piramidat e Egjiptit nuk janë vetëm një kujtimi së kaluarës, ato janë një sfidë për të ardhmen, një ftesë për të kërkuar, për të pyetur dhe për të mos pranuar kurrë se gjithçka tashmë është zbuluar.